nga aspekti institucional. Fillimisht faleminderit për ftesën dhe që na dhat mundësinë që të jemi pjesë e këtij emisioni, fillimisht në këtë javë të ndihmës juridike falas, ta quajmë ashtu, me qëllim që edhe opinioni i gjerë të informohet lidhur me shërbimet e ndihmës juridike falas përmes agjencisë dhe organizatave jo qeveritare. Ne për momentin jemi me 7 zyra rajonale dhe 23 zyra mobile dhe kemi bashkëpunim me 7 organizata jo qeveritare, të cilat mundohemi me mblu atë pjesë territorit për me ofru shërbim qytetarëve në ndihmën juridike falas. Gjatë vitit 2025, së bashku me organizatat jo qeveritare, kemi arritur një numër prej 10.000 rasteve të shërbimeve të ndihmës juridike falas, të cilat kanë pas nevojë për përpilim të shkresave dhe asistencë tjetër teknike dhe përfaqësim në procedurë gjyqësore në gjykata. Si sfidë kisha përmend tash, me qenë se jemi në proces të reformave ligjore, përkatësisht e përmend edhe jo ligjin për ndihmë juridike falas, e kemi marrë 2 punëtori në fund të vitit 2026 dhe në fillim të vitit 2025. Drafti i parë veç thuaj se ka kalu në Ministri i Drejtësisë dhe ka metë kompetencë si Ministria e Drejtësisë që tash tutje ajo me avancu dhe me publiku në shërtim publik dhe procedura tjera të cilat janë për implementimin e ligjit. Faleminderit shumë, Zot Rebeka, sa është e njohur dhe e kuptueshme ndihma juridike falas për qytetarët e zakonshëm në Kosovë? Tash ndihma juridike falas për popullatën faktikisht fal gjithë këtyre kampanjave disuese që ka pas, sigur se agjencia po ashtu edhe neve si organizata qeveritare, nuk është që nuk dihet se çfarë bën ndihma juridike falas dhe agjencia. Ajo që nuk dihet në shumicën e rasteve që neve hasim janë shërbimet që do t'i marrin pa pagesë. Dhe në fakt kjo është esenca e agjencisë për ndihmën juridike falas dhe neve si ofrues të shërbimeve, por në shumicën e rasteve kur ne hasim në situatet e tilla, pak a shumë çuditemi nga ajo se në fakt agjencia për ndihmën juridike falas dhe ndihma juridike falas nga organizatat jo qeveritare e ka atë qëllim që gjithë atyre që i plotësojnë kushtet për të fituar të drejtën që të kenë ndihmë juridike falas janë pa pagesë. Po ashtu janë ende ka sfida rreth asaj se cilët janë kriteret, kur duhet plotësohen kriteret dhe kush i plotëson kriteret për ndihmë juridike falas, që besoj që agjencia për ndihmë juridike falas bashku me neve si organizata të cilat kemi partneritet me agjencinë, kemi dhënë mjaftueshëm informacione. Do të thonë tu fillue prej mjeteve të informimit, rrjeteve sociale, po edhe kampanjave që neve kemi zhvilluar derë më derë, që edhe gjatë kësaj jave për ndihmë juridike falas do të kemi në një ditë që do ta kemi për synim që qytetarëve të Republikës Kosovës të japim informacione se cilat janë kriteret dhe do të kemi një kampanjë derë më derë në disa komuna, sidomos në komunat të cilat agjencia për ndihmë juridike falas nuk i mbulon sot. Dhe aty është edhe synimi jonë. Neve më herët kemi pas një bashkëpunim me projektet të USAID-it, cilat gjitha komunat të cilat nuk i ka përfshi dhe nuk ka pas zyrtar të agjencisë për ndihmën juridike falas, kanë qenë pjesë e projektit tonë dhe ne kemi mbulu ato me jurista në për gjitha këto komunat dhe gjithandej kemi munduar që t'japim sa më shumë informacione rreth ndihmës juridike falas, rreth kriterëve ndihmës juridike falas, rreth çështjeve të cilat ne mund t'i zgjedhim përmes këtyre projekteve e kështu me radhë. Kështu që besoj që ndoshta ka nevojë ende për kampanjave disuese, por kisha menduar që në të ardhmen të kemi ndonjë kampanjë vjedisuese për një çështje të saktuar që ta kemi fokusin vetëm tek ajo pjesë, në mënyrë që pastaj qytetarët të mos ngatrohen se kjo dhe të ndahet pak a shumë kjo kampanjë vjedisuese mes organizatave, mes profileve që ata kanë, në mënyrë që qytetari të jetë sa më shumë i informuar rreth këtyre të drejtave të tyre që i kanë. Gjatë vitit 2025 ne kemi pas shumë kampanja vjedisuese, po edhe takime me qytetarë, si targeti kemi pas çështjen e trashëgimisë të gratë, kështu që besoj që gjatë emisionit do të elaborojmë më shumë. Patjetër.
Faleminderit shumë. Zonja Rezniqi, po vazhdoj me juve. Cilat janë kategoritë e qytetarëve që janë më të rrezikuara nga mungesa e qasjes në drejtësi? Po, realisht vetëm ne gjithë së bashku këtu që jemi në partneritet me Agjencinë për Ndihmë Juridike Falas dhe në vazhdimsi në kuadër të punës tonë e kemi një angazhim të vazhdueshëm për me mbri dhe me targetu pikërisht grupet më të ndjeshme, të cilët kanë nevojë për ndihmë juridike falas për me i realizu të drejtat e tyre, për me pas një qasje të duhur në drejtësi, sepse në fund të fundit e gjithë puna jonë bëhet me këtë qëllim në mënyrë që të drejtat e qytetarëve të mos mbetin vetëm në letër, po të mund të realizohen në praktik. Dhe kjo nënkupton që të gjithë ata pa marrë parasysh se a kanë mjete financiare apo jo, kanë të drejtën dhe duhet që ta ndjekin të drejtën e tyre. Kështu që në këtë aspekt ne identifikojmë situata të ndryshme dhe në përgjithësi kriteret janë të tilla që i rregullojnë kategoritë të caktuara të cilat janë përfitues të ndihmës juridike falas. Por në drejtim të kësaj, të gjitha ata persona që kanë vështirësi financiare, në veçanti të cilët hyjnë në kuadër të kategorisë përfitimit të asistencës sociale ose gjendjes së ngjashme ekonomike, arrin që të përfitojnë prej ndihmës juridike falas, qoftë në zyret e Agjencisë për Ndihmë Juridike Falas, qoftë në kuadër të punës tonë që ne bëjmë si organizata të shoqërisë civile në mbështetje të agjencisë dhe të qytetarëve rrjedhimisht në këtë aspekt. Kështu që ajo për shembull çka kemi bërë ne në kuadër të punës tonë në Institutin e Kosovës për Drejtësi është që kemi tentuar maksimalisht që ta diversifikojmë mënyrën se si e bëjmë ofrimin e ndihmës juridike falas. Pra kemi shku në një qasje shumë kanalshe në mënyrë që për qytetarët me qenë sa më e qasshme për të gjitha grupet. Që do të thotë edhe ata të cilët mund të kenë barriera të caktuara gjeografike për të arritur deri te zyret qendrore ose grupet të caktuara, me mbri, me i arrit edhe me ju ofru ndihmën e nevojshme që ju takon në këto raste. Çka do të thotë kjo? Kjo nënkupton që ne përveç zyrës tonë qendrore në Prishtinë, në Graçanic, në Mitrovic, kemi mbri gjithashtu që të shtrojmë punën tonë përmes kolegëve tonë, pra përmes ekipeve mobile, me të cilat arrijmë pastaj në për zona të caktuara ku qytetarët për shkak të pamundësive financiare ose pamundësive të tjera sfidave të vazhdueshme që mund t'i kenë për të arritur në kuadër të zyreve tona, i arrijmë ne ata përmes ekipeve tona mobile. Por edhe një çështje shumë e rëndësishme punës tonë e cila ka filluar me njëherë pas pandemisë dhe kemi zhvilluar më tutje në vitet në vazhdim, ndërlidhet drejt për drejt me digitalizimin e ndihmës juridike falas, ku na kemi vënë në dispozicion platformën online për ndihmë juridike falas, përmes të cilës qytetarët na drejtohen direkt përmes chatit ku diskutojnë drejt për drejt me juristët e zyrës, por përtej kësaj ekziston mundësia pastaj që thjesht e gjithë komunikimi të bëhet në një mënyrë të sigurt, në mënyrë që të mos cënohet në asnjë formë as privatësia dhe as siguria e palëve ku primare ose kryesore në kohën kur e kemi lansuar platformën kanë qenë viktimat e dhunës në familje dhe dhunës me bazë gjinore, sepse e dim që pas pandemisë ose gjatë pandemisë ka pas një rritje të këtyre numrave dhe e kemi pa të nevojshme që të shfaqim edhe një kanal shtesë për mënyrën e ofrimit të raportimit rasteve të kësaj natyre në mënyrë sa më të sigurt për të gjitha gratë të cilat kanë qenë viktime kësaj forme të dhunës dhe normalisht që me kalimin e viteve pastaj e kemi përvetësuar edhe më tutje në mënyrë që me zhvillu dhe me ngrit edhe më tej nivelin e përdorimit të kësaj platforme dhe të kategorive që kanë të nevojshme qasje në këtë aspekt. Për të ndërlidhur shumë shkurt veç edhe me çështjen e asaj që përmendi edhe zoti Ashari në fillim për ligjin ose ndryshimet që po kalojnë në kuadër të ligjit për ndihmë juridike falas, pikërisht çështja e digitalizimit është një çështje që e kemi shtruar në kuadër të grupit punues për të pas një çështje në mënyrë që të plotësohet dhe të mundsohet, domethënë parashtrimi i kërkesave prej qytetarëve edhe të parashihet në kuadër të ligjit edhe në mënyrë digjitale, në mënyrë që të rregullohet pastaj për të gjithë ofruesit. Ne kemi nda praktikat tona të punës tonë në këtë drejtim. Andaj për gjithë ata që kanë ose sfidat më të mëdha për ta përmbyll këtë pjesë, sfidat më mëdha mund të identifikojmë të gjitha ato kategori që krahas pamundësive ose vështirësive financiare, kanë edhe pamundësi të tjera gjeografike ose të presioneve të ndryshme familjare që ndërlidhen në veçanti me viktimat e dhunës familje dhe dhunës me bazë gjinore, por edhe në përgjithësi të moshuarit për cilët ne kemi vënë në dispozicion edhe ekipet mobile, por edhe numrat e telefonit pa pagesë në cilat mund të na kontaktojnë në çdo kohë dhe pastaj përmes kontaktit të parë që e bëjmë
në formë të telefonit mbrim që me i dhonë udhëzimet ose këshillat e para dhe pastaj pjesa tjetër e ofrimit të formës së mënyrës ndihmës juridike falas me artimin e parashtresave, përfaqësimin kur ka nevojë para institucioneve në gjykata në këtë rast, edhe të gjitha të tjerat pastaj shkojnë hap pas hapi varësisht prej rastit, varësisht prej natyrës dhe varësisht prej momentit ose fazës së procedurës në të cilën ndodhet rasti. Faleminderit shumë, zonja Rezniqi, përmendet ligjin për ndihmë juridike falas